Djali s'po don me u pajtu me xhaxhin, as neve nuk na len. Djali, nëse do të vazhdojnë, mos të pajtojnë është çështja e tij, ndërsa ju pajtoheni. Dhe djalin këshillojeni. Asgjë prej kësaj dynjaje nuk do të marrësh me vete, thuj, përveç punëve tua, veprave tua, besimit tënd, veprat e tua si e sjell me prindrit, si e sjell me të afërmit, me shakun tënd, si e sjell. Rujtja e lidhjeve farefisnore është tepër e rëndësishme. Ndër fjalët e para që ka thënë profeti alayhis salam kur ka shkuar në Medinë, ka porosit me rujt lidhjet farefisnore është shkak për të hyrë në xhennet me paqe. Lidhjet farefisnore janë të lidhura me arshin e Allahut. Dhe është lut, duke thënë, o Zot, ruaj lidhjet me atë që i ruan lidhjet me mua, dhe shkputi lidhjet me atë që i shkput lidhjet me mua. Është çështje tepër e rëndësishme. Këshilloje djalin që toleroj, të fal. A do që ta fali Madhi Zot. Po ashtu ndërsa ju nuk ka bindje pra ndaj krijesës në kundërshtim me krijuesin. Ruaj lidhjet farefisnore. Pra me shku, me vizitu xhajën, me pajtu, me i dystu mohabetet. Djali, po ashtu me këshillu që dhe ai të pajtoj. Zoti ju rujt.